رمضان المستبين جاء بالنور المبين. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, ja ku jemi në muajin e madhërisëm të Ramazanit, sado që ne nga ana njerëzore mund ta cilësojmë muajin e Ramazanit muaj i begat, muaj i bekimit, muaj i mëshirës, muaj i faljes së gjunave, plot gjëra të tjera, faktikisht vetë cilësimi i pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam ku thot etakum Ramadan shahrun mubarak, ju erdhi juve Ramazani, një muaj i bekuar. Është i bekuar sepse vjen nga Zoti. Është i bekuar sepse ka mëshirë. Është i bekuar sepse ka falje. Është i bekuar sepse është muaj i punëve të mira. Është muaj i namazit, është muaj i Kuranit, është muaj i besimit. Andaj, ky është rasti më i mirë, rasti më i volitshëm për secilin musliman, për secilin besimtar të përkushtohet në adhurime më shumë, të përqendrohet në të gjitha ato punë të cilat ja dedikon Allahut të plotfuqishëm, vetëm që të disiplinohemi nëpërmjet këtij muaji, të arrijmë kënaqësinë e Zotit sa më gjallë në jetën e kësaj bote, të marrim virtyte më shumë nga virtytet e bukura dhe vlerat e mëdha morale, dhe në fund fare kur takohemi me Zotin në ditën e gjykimit, të kemi një dëshmi reale, të kemi një aset, të kemi një resurs të bollshëm i cili do të jetë për ne dëshmitar përpara Allahut në ditën e gjykimit, dhe së fundi shpresoj mëshirën e Zotit në ditën e gjykimit për të fituar xhennetet e larta të cilat i ka përgatitur Allahu i madhërisëm për besimtarët, për muslimanët e devotshëm, muslimanët e përkushtuar dhe besimtarët e sinqertë. Allahu na bëft prej atyre.